Atmosfera festave të nëntorit solli në skenën e Pallatit të Kulturës në Lezhë fëmijët e qendrës kulturore, të cilët prezantuan pjesë artistike që identifikuan jo vetëm ngjyra, por edhe vlera kombëtare. Këngët dhe vallet e interpretuar nga fëmijët lezhjanë u pritën me duar trukitje nga publiku, ndërsa për drejtuesit e bashkisë, prefekturës dhe drejtorisë rajonale të arsimit, ky është një moment festiv dhe një domosdoshmëri për të trashëguar brez pas brezi vlerat më të mira të ngjarjeve historike. T'i nderojmë ata që me mund dhe sakrifica arritëm që ne sot jemi të lirë dhe të pavarur. Gëzuar festat 28 dhe 29 nëntor. Këta fëmijë me energjinë e tyre, me interpretimet e tyre, për cilin jo vetëm vlera artistike, por mbi të gjitha për cilin edhe vlera të atletdashurisë. Dhe ndaj të gjithë nga mushën e shpresë për një ardhje më të mirë, në nesër më të mirë për Lezhën tonë dhe për vendin tonë. Ne sot kemi të drejtë, edhe të krenojemi, edhe të festojmë, por nga tjetër të ndërgjesojmë se amaneti të parëve është gjithmonë një stafet që përcillen në breza. Në takon ne që këtë stafet të përcillen brezave të tjerë dhe nga tjetër në takon ne të jemi solidar dhe të jemi krenar për atë që ka bëjmë të tjerët dhe për atë që ne do të bëjmë për të lënë si stafet brezave të ardhshëm. Drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Lezhë, Mimoza Xhafaj, theksoi rëndësinë që ka për këta fëmijë identiteti kulturor, ndërsa prezantimi artistik i tyre përfaqëson një vlerë të çmuar në formimin dhe edukimin e tyre. Qendra Kulturore e Fëmijëve ka zgjedhur të urojë festat e nëntorit me një koncert festiv, duke sjellë traditën dhe kulturën shqiptare dhe kështu duke kujtuar edhe herojnë që dhanë në jetën për vendin tonë. Është shumë e rëndësishme që ne t'i prezantojmë publikut se çfarë ne bëjmë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Ne sot me këtë program artistik kemi sjellur këngë valle popullore për t'i trashëguar fëmijëve tanë traditën dhe kulturën tonë shqiptare. Aktiviteti u mbyll me duar trukitjesh dhe një atmosfere festive që përcolli mesazh bashkimi dhe krenarie kombëtare.